38 gjyqtar dhe 25 prokurorë të rinj ju shtuan sistemit të drejtësisë. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, u kërkoi magjistratëve të rinj të tregojnë integritet, guxim dhe përullësi në ushtrimin e detyrës, duke theksuar se vendimet e tyre do të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe besimin te sistemi i drejtësisë. Kjo kërkon integritet, ndershmëri dhe guxim, por edhe për ullësi. Duhet të pranoni se ndonjëherë ideja juaj e parë mund të mos jetë e duhura. Arritjet e standardave evropiane nuk bëhen vetëm me miratimin e ligjeve, por edhe përmes punës së përditshme të gjyqtarëve dhe prokurorëve, sepse ju duhet të jeni ata që të siguroni që ligji të zbatohet. Në konferencën kombëtare të ndërveprimit të drejtësisë me mediat që parapriu diplomimin e magjistratëve të rinj, Gonzato theksoi atë që e quajti nevojë për ndryshim të mendësisë në institucionet e drejtësisë, për çka thotë se ende nuk është arritur. Institucionet nuk krijohen vetëm nga ligjet, kërkojnë ndryshim kulture, mendësie të atyre njerëzve që punojnë në këto institucione. Unë nuk jam i bindur që është arritur ky ndryshim mendësie. Ndonjëherë ka një hezitim për të pranuar natyrën kolegjiale të disa vendimeve që janë të rëndësishme dhe që duhet të marrin institucionet e drejtësisë. Tashmë është në dorën tuaj që të arrini atë pritshmëri që drejtësia të ofrohet në kohë dhe me cilësi të lartë, dhe brezi juaj duhet të mishirojë këtë kulturë. Duke theksuar se reforma në drejtësi nuk mund të mbështetet vetëm tek ndryshimet ligjore dhe duke garantuar mbështetjen e BE-s, Gonzato theksoi rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë nga çdo ndikim. Nuk duhet të harroni rëndësinë që ka një vendim i pavarur, që merret pavarësisht presioneve të jashtme që mund të vijnë nga rrjetet sociale apo nga vetë media. Është e rëndësishme të kemi një vendim të mirë arsyetuar. Zbatimi i reformës në drejtësi mund të fuqizohet vetëm përmes vendimeve që merren çdo ditë me integritet, dhe asnjë ligj, sado i mirë, nuk mund ta zëvendësojë këtë vullnet. Drejtori i shkollës së magjistraturës Arben Rakipi në fjalën e tij foli për nevojën sipas tij për kufij në raportimin e ngjarjeve apo publikimin e pamjeve e dokumenteve në media, por pa cënuar të drejtën e informimit dhe llogaridhënien e institucioneve. Informimi publik të mos rrezikojë të shndrohet për drejt dënimit publik. Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi paralajmëroi magjistratët e rinj me sfidat që do të përballen dhe misionin e tyre të pandryshueshëm. Ju nuk do të merrni vendime për të kënaqur opinionin publik, por as për t'i kundërvënë atij. Ju do të merrni vendime për t'i shërbyer ligjit. Kryeprokurori Olsian Çela tha se digitalizimi shkondi drejtësinë e vjetër, por sfida e rikuperimit të besimit sipas tij kërkon kohë. Mbi ngarkesa do të ndikojë edhe për një periudhë të konsiderueshme cilësinë e performancës së organeve të drejtësisë, ndërkohë që pritshmëritë janë shumë të mëdha. Drejtuesit e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë po ashtu ndan porosi për magjistratët e rinj, ndërsa përfaqësues të sistemit të drejtësisë dhe medias diskutuan për ndërveprimin.